Aktualisht janë dhënë urdhrat e evakuimit për banorët dhe blegtorinë në 3 fshatra të Novoselës, në Vishan, gjithashtu në Feras nga ana përballë. Aktualisht forcat armatosura janë dislokuara në të 3 këto fshatra për të mundësuar evakuimin e banorëve. Ekipet e emergjencave dhe urgjencave mjekësore janë gjithashtu në prani në çdo banesë për të siguruar mbarvajtjen e operacionit dhe për të ofruar shërbimet shëndetësore në rast nevoje. Pika e parë. Pika e dytë, mjete të bordeve të kullimit dhe japi sqarime dhe ministri për këtë pjesë janë në gatishmëri dhe po bëjmë përforcime të erëpashershme. Jemi në momente ku kuotat maksimale janë të kaluar, jemi ende 30 cm më poshtë situatën që kishim në nëntorin e kaluar, por pruret janë të atilla që konsiderojmë përkeqësim në 4 orët në vijim. Është një realitet meteorologjik i cili do jetë dinamik dhe do na sjellë prurje në të gjithë basenin e Vjosës, ndaj kemi marrë dhe vendimet për këto evakuime. I kërkojmë banorëve që të zbatojnë udhëzimet e policisë së shtetit që është terren, të ndihmojnë forcat armatosura për të mos penguar evakuimet qoftë të banorëve, qoftë të fermave dhe të gjithë së gjallë, në mënyrë që të kalojnë nga ana përtej zonës së rrezikut.